Dhe pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës për ditën e sotme. Sot po përgatisim fileta pule, por do t'i bëjmë ato të ngjashme me ato që i blejmë në KFC. Bëhen shumë lehtë, shumë shpejt dhe jam e sigurt se pasi që ta provoni këtë recetë, nuk do t'i bleni më asnjëherë të gatshme. Në total, unë po përdor 500 gram filetë pule, por ju mund përdorni aq sa keni nevojë. Fillimisht vazhdojmë që t'i prejmë filetat e pulës. Do të vazhdojmë që t'i prejmë ato në fileta të holla dhe të gjata, duke i përshtatur sipas recetës. Te filetat e pulës do të shtojmë vetëm kryp një herë dhe do t'i largojmë anësh, do të lejojmë që të pushohet mishi me krypën dhe ndërkohë vazhdojmë që ta përgatisim lyerjen. Në një enë më të madhe shtojmë 2 vezë të plota. Tani, te vezët, do të shtojmë një gotë 250 ml ujë. Si dhe një gotë 250 ml me miell. Vazhdojmë përzijem një herë, vetëm këta përbërës, dhe tani vazhdojmë që t'i shtojmë produktet e tjera. Vazhdojmë shtojmë një herë një lugë të mesme piper të kuq. Një lugë të mesme kryp. Një lugë të mesme erza të përzjera. Një lugë të mesme hudër në pluhur. Një lugë të mesme rigon. Si dhe një lugë të mesme pluhur për pjekje. Pra po e vreni masin e lugës. Kjo është luga cilën po e përdor për 500 gram filetë pule. Vazhdojmë i përzjejmë mirë që të sigurohemi që të gjitha erzat do të bëhen bashkë. Tani, filetat e pulës, vazhdojmë i shtojmë këtu te përzierja që e përgatitëm. Dhe vazhdojmë përzjejmë mirë që të sigurohemi që të gjitha filetat e pulës do të lyhen mirë me përzierjen që e kemi bërë gati. Tani ju mund që ta përgatitni kështu filetat e pulës dhe të lejoni që të pushojnë në frigorifer gjatë tërë natës, që ditën e nesërme të keni gati për të vazhduar dhe për t'i fërguar. Sa më gjatë pushojnë në këtë përzierje, filetat e pulës bëhen aq më të mira dhe më të shijshme. Por nëse jeni për ngutë si unë, do të lejoni që të pushojnë në frigorifer vetëm për 20 deri në 30 minuta. Ndërkohë që filetat e pulës janë duke pushuar në frigorifer, do ta bëjmë gati lyerjen e filetave. Në një enë tjetër, pak kështu më të vogël, do të shtoni edhe një tjetër gollë 250 ml me miell. Për t'ju dhënë shijen më krokante filetave të pulës, do të shtojmë edhe një lugë gjelle miell misri, por miellin e misrit që unë po e përdor është miell për polenta. Përsëri do të shtojmë një lugë të mesme me kryp dhe pak piper të kuq. Përzjejmë mirë. Në një tigan pak më të thellë, shtoni vaj për fërgim. Unë në total do të shtoj 200 ml me vaj. Tani vajin e vendosim në zjarr të lartë dhe presim derisa vaji të nxehet mirë. Tani që kam pushuar dikom për 20 minuta filetat e pulës, vazhdojmë që t'i marinojmë dhe t'i fërgojmë. Secilën pjesë filet pule e shtrojmë te përzierja e miellit dhe më pëlqen që ta shtroj me duar. Kështu besoj që e kontrolloj më mirë. Do ta lyejmë mirë me miellin dhe pastaj e largojmë anësh dhe vendosim këtu afër vetes. Vazhdojmë kështu në të njëjtën mënyrë derisa të përfundojmë me të gjitha pjesët e filetës së pulës. Pasi sigurohemi që vaji është nxehur mirë, vazhdojmë që t'i fërgojmë filetat e pulës.
Vazhdojmë që ta bëjmë gati edhe salcën. Në një pak kështu më të vogël, do të shtojmë një herë keqap, do të shtojmë preferuesisht dikon 5 deri në 6 lugë gjelle. Në të njëjtën sasi do të shtojmë edhe majonez, dikon 5 deri në 6 lugë gjelle me majonez. Përziej mirë derisa të formohet një salcë e mirë. Ju sugjeroj që ta provoni sepse kjo salcë shkon aq shumë me filetat e pulës që po i bëjmë gati. Filetat e pulës janë gati dhe do të vazhdojmë që të shijojmë dhe si gjithmonë në fund të videos e bëjmë edhe demonstrimin e recetës nga afër.